edhe do t'jetë, sepse... Ose të paktën Rama, nuk e di pësën, por Rama nuk është më në këtë llogore, ka ndruar llogore tash. Ka dhënë nga bregu tjetër i lumit. Shiko, ne nuk mund të themi që duhet me ja dhënë gjithë partinë drejtësisë. Por duhet mi dhënë aq sa i takon pushtetit drejtësisë, sepse kishim drejtësia nuk merr partinë, drejtësia merr të korruptuarit. Nëse partia ka shumë të korruptuar, nëse ka patur, sepse duhet i supozojmë paktën edhe ju jeni pjesë e fushës që presupozohet se janë dy shoqë që janë korruptuar. Deri kur të merret një vendim i forës prerë, le ti dyshojmë si të korruptuar nëse ka, sepse edhe për rastin fjalë që ju e thatë që mund të jetë si indicje për plasje zonja Balluku nuk është asë nga Spaku. Se kam fare me zonjën Balluku, unë kam me qendrim politik në parlament. Zonja Balluku është... Nuk është dyshuar për korrupsion. I ka hapur rrugë gjitha atyre nevojave që drejtësisë i duhen për të kryer një hetim. Edhe kjo nuk është saktë, se herën e fundit që drejtësia kishte nevojë, mbylli derën. Ka patur, shiko, drejtësia ka bërë gjithmonë kërkesa dhe gjithmonë janë miratuar. Por deri aty ku nuk cënohet pushteti ekzekutiv me pushtetin janë të ndarë, ti di më mirë zonë këto gjëra. Kjo është shumë mirë dhe prandaj po them. Analiza është shumë e gjerë. Çfarë përfaqëson sot Spiropali në Partinë Socialiste për ty? Shiko, nuk është jemi mësuar ne me drejtë edhe media, edhe shoqëria, edhe njerëzit duan të gjojnë nga këto gjëra se jemi mësuar për vitesh që u përjashtua ky nga Partia Demokratike, morën levat, u rrahën me 8 janar, përplasje, rithemelim, shkatërim, pra është mësuar... Dakor, tani kur bëhet fjalë për zonën Spiropali, nuk është një figurë e thjeshtë apo jo, ka qenë kryeparlamentare, ka qenë ministre. Pra, janë shqetësime që mund të diskutohen brenda strukturave, se unë nuk jam as pjesë e strukturave drejtuese. Diskutojmë edhe ne, se është fonda që na qeverisë. Jo, ne i diskutojmë edhe po i diskutojmë. Por edhe po i diskutojmë, po them që për zgjidhje dhe për mënyrën ndryshe nga partia, pretendojmë zgjidhjen, jo. Ndryshe nga Partia Demokratike që i bëri betejat publike, i bëri betejat në tryeza mediatike, i bëri betejat jashtë atyre institucioneve që veti ka të parashikuara në rregulloret e saj që ku duhet i zhvilloj, dhe bën dhe përjashtimet, vetëm 4 përjashtime ka bërë para 3 ditësh. Përfaqëson Spiropali se me Partinë Demokratike jemi marrë gjëre dhe gjatë. Shiko, s'mund të përkufizoj unë se çfarë përfaqëson Spiropali. Nga status se nga qëndrimet që kanë mbajtur, nga deklaratat që ka bërë. Shiko, nuk shoh asgjë shqetësuese dhe nuk shoh asnjë lloj probleme për socialiste. Qartë. Disa minuta më parë, Kryeministri Rama ka qenë në asamblen e partisë, në njësi numër 7, aty ku ka bërë një përmbledhje të objektivave të Partisë Socialiste, por gjithashtu ka pasur edhe një batut me Halit Valterin. I është drejtuar, ka thënë, ka ardhur rishtas në Partinë Socialiste, i bëj thirrje gjithëve që të vinë Partinë Socialiste, ka bërë një batut për partinë nga ka ardhur zoti Valteri, që nuk është e përshtatshme për ta thënë në televizion. Është hapje kjo e Partisë Socialiste për të pritur qoftë edhe ish opozitar pjesë e saj, siç është zoti Sulja për shembull apo edhe të tjerë? Mund të them që Shqipëria ka një objektiv për tej partive. Dhe këtë kam kërkuar gjithmonë që partitë për çështje që dalin për tej interesave të tyre organizative dhe individuale, duhet të bashkohen në një pikë caktuar që është Shqipëria për të përfituar. Se edhe vendi duhet përfitojë ndonjëherë nga parregullsitë e nga problemet. Në këtë rast, Europa ka patur probleme sepse është cënuar siguria, ka patur zhvillime të shpejta, është dashur të eci më shpejt dhe këto problematika që ka patur Europa për shkak të luftrave, konflikteve, zgjedhjeve që shkon në Shtetet Bashkuara të Amerikës, u krijuan hapësira dritare që ne të shtojmë pak shpejtësinë, ato të na japin pak dorën dhe të fitojmë sa më shumë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra mendoj që duhet patjetër që kush ka një ide, kush ka dëshirë, kush ka vullnet dhe kush është pak patriot për vendin, duhet bashkohet me idenë që të japi një dorë për te interesit të tij personal, për të ndihmuar që Shqipëria të marrë një dritë jeshile që të paktën
edhe të përfitojnë nga këto problematika që unë sapo i thash. Ndoshta jemi apo s'jemi gati, po të bëhemi gati nga ana psikologjike dhe po të bëhemi bashkë, besoj që gjërat shkojnë më mirë, më shpejt dhe janë gjitha mundësi që... Nga ana psikologjike jemi gati ne, po janë ca procese që duhet të përshkruajmë. Po të fillojmë ti analizojmë disa, nuk i shef mirë nga ana psikologjike, po. Rez, po ta mbyll. Unë kam një problem me këtë teorinë. Të në para punës, procesi integrimit nuk mund të jetë qëllim vetë. Më lejo të ngacmoj pak. Në logjikën e kësaj që tha Faiku, edhe me ftesën e Ramos, do shkoje te Partia Socialiste për të kontribuar për të shkuar gjithë drejt Europës. Ka nevojë të shkojë Partia Socialiste për të kontribuar. Se duket shumë sigur vetëm po shkove ke Partia Socialiste mund të kontribosh. Me pa nisur nga ftesa e kryeministit Rama, thash dua të ngacmoj pak. Kthehemi gjithë ke nëna parti. Ke partia nën, false. Nëna partia janë dy gjëra ndryshme. Problemi është i tillë. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk mund të jetë qëllim vetvete, është mjet. Dhe është një mjet për të rritur cilësinë e jetesës për qytetarët. Padyshim. Okej. Dhe në këtë këndvështrim, ka nevojë të integrojmë Bashkimin Evropian, të presim të integrojmë Bashkimin Evropian. Kryeministri mund të fillojë të rregullojë nga administrimi që i bën vendit, se sot është administrator, nuk është qeverisës. Të qeverisë të kthehet në atë që ka detyrë funksionale. Dhe po të marrë vetëm një shembull për të treguar që është administrator dhe nuk është qeverisës, dhe është njëri që thot në nivel kryeministrit, po e citoj, thot, është ngrit nafta, thot, po problemi nuk qëndron tek ne. Dhe në shngrit nafta në tregjet e kombëtare, po ne s'kemi çfarë të bëjmë se rritën ata naftën, ne s'ku kemi. Ka rritur konflikti, ç'u bëjmë? Kjo është më se normale. Jo, mo. Na futen ten tjetër. Jo, mos është fare normale. A ke për detyrë të kujdesesh për qytetarët e vendit? Tani këtu, prit një sekond. Unë jam kritik edhe për vendet e Bashkimit Evropian, jo vetëm për. Po nga vendet e Bashkimit Evropian, unë jetoj në Shqipëri, mos do të rrit dashur, mos merrem me vendet e Bashkimit Evropian. Kur presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës thoshte, hajde më ta zhbllokojmë Hormuzin. Pse nuk shkon? Pse nuk shkon Rama ta zhbllokojë Hormuzin me që paska? Mos e ul. Po çfarë? E ul, ta shpjegoj edhe pse ul. Ta shpjegoj edhe pse ul. Jo, se nuk e kam, nuk është e njëjta temë, është e njëjta temë. Ta shpjegoj pse. Edhe gjithë vendet ta njohin. Ne që flasim administrohemi. Po administrohemi është do të rridashur. Nuk po qeverisemi. Qeverisje do të thotë kujdesesh për nevojat e qytetarëve. Ne na administrojnë, nuk na qeveris njëri. Dhe ky zotëria që i fton gjithë KPS-ja për të administruar vendin nuk ka nevojë. Të mbajt një tek pull mjafton për të administruar vendin. Qofse do të qeverisesh vërtet dhe duhesh politika në favor të qytetarëve, të duhet vullnet politik. Se burimet njerëzore mendoj që janë mjaft të rëndësishme për qeverisjen. Duket çfarë produkti ka pasur burimet njerëzore. Është interesante ajo që tha Faiku. Nuk do të kishte krizë nëse do të shkonim do të ndihmonim Donald Trump. Po të shkonte Shqipëria e parë do të kishte bërë diferencë. E kemi diskutuar ne se sa ka fuqi dhe kapacitet e Shqipëria. Shqipëria nuk ka, por Shqipëria ka bërë atë që asnjë nga vendet e Europës nuk e ka bërë. Të paktën politikisht i ka dalë në mbështetje. Jo vetëm sepse si na përmirësoi jetën e qytetarëve kjo gjëja, mund mos bënte këtë rezolutën e Iranit. Rezolutën e Iranit duhet bërë sepse Irani ne jemi sulmuar para interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga Irani. Po Faik nuk na rregullon